Shikues të Star Plus, mirë mbrëma, do t'jemi në hapësirën e studios hapur me mua Todor Gjergën për të diskutuar mbi zhvillimet kryesore të ditës. Prej më shumë se 24 orësh, i gjithë qarku i Shkodrës është përfshirë nga rreshje intensive shiut, të cilat kanë shkaktuar edhe problematikat e para në fakt, duke lindur kështu nevojën për ngritjen e shtabit të emergjencave civile në Shkodër për menaxhimin e kësaj situate. Me mua sot në studio për të diskutuar për çfarë po ndodh në këto momente në qark është kryesuese e shtabit të emergjencave civile pranë prefekturës së Qarkut Shkodër, prefektja e re zonja Holda Duda. Faleminderit që jeni sot me mua në studio. Ju shkëputëm nga terreni, në fakt një ditë jo pak e vështirë sot, duke marrë parasysh dhe sasinë e rreshjeve që kanë përfshirë gjithë territorin. Në linjat përgjithshme, si paraqitet situata aktuale në momentet që flasim? Po, e vërtet, Teodor, nuk ishte një ditë shumë e lehtë, as ajo e dieshmja, edhe që ishte faza para përgatitore, le të themi, për gjithë sasitë e rreshjeve që priteshin në intensitet shumë të lartë. Fatmirësisht, deri në këtë moment, situata ka qenë nën kontroll, le të themi, e monitoruar gjatë gjithë kohës nga të gjitha grupet e emergjencës civile në të gjitha njësitë bashkiake të Qarkut Shkodër. Situata vazhdon që të jetë e monitoruar gjatë gjithë kohës, grupet e punës janë të gjitha në terren, janë gjithashtu edhe grupet të gatshme sipas të gjitha planifikimeve të masave të marra në secilën prej njësive vendore në bazë të nevojave të tyre të përcaktuara nga plani i emergjencës, të cilët janë të gatshëm për të ndërhyrë në çdo moment në pikat të cilat ne i konsiderojmë pika pak më kritike, le të themi. Rreshje intensive shiu, në fakt, të cilat kryesisht në zonat rurale kanë shkaktuar problematika. Një ndër to është bllokimi, po bëhet më shumë se 24 orë, i aksit rrugor nga bregu i Lumit në Theth. Si paraqitet aktualisht situata atje? Në fakt që në orët e para të pasdites djeshme, u morë me njëherë njoftimi dhe u organizua me njëherë të gjitha grupi emergjencës civile në njësinë bashkiake në bashkinë e Shkodrës. U kërkua dhe ndihmë faktikisht nga forcat e mbrojtjes civile, të cilat në orët e vona më pas kanë bërë të mundur edhe arritjen atje të një mjeti të ushtrisë edhe 10 trupave nga forcat e armatosura, të cilat kanë punuar intensivisht për çlirimin e situatës së bashku me punojësit e bashkisë. Aty prezent kanë qenë në fakt të gjitha forcat e emergjencave civile, si në njësi vendore, por edhe në njësi qendrore. Vazhdon që t'jetë gatishmëria absolute për të ndërhyrë në çdo moment që t'jeti nevojshëm. Menjëherë është bërë evakuimi me ndërhyrjen edhe të administratorit të zonës administrative. Është bërë evakuimi i banorëve të cilët kishin mbetur të bllokuar ndërmjet 2 terreneve ku kishte patur shembje të masivit malit, le të themi, në rrugën në ndërtim. Në momentin që është bërë evakuimi i këtyre banorëve dhe është siguruar që nuk kanë asnjë lëndim, janë akomoduar në bujtinat në zonën e ndërlysës pikërisht, në atë moment pastaj ka fillu pjesa e pastrimit të gjitha inerteve dhe në këtë moment që ne flasim, vërtet puna është ndaluar dhe forcat armatosura janë tërhequr nga terreni, por patjetër për të rifilluar edhe një herë nesër për pastrimin e zonës së mbetur edhe zhbllokimin e një pike të vetme që ka mbetur e bllokuar në këtë moment. Megjithatë, asnjë nga zonat e fshatrave rreth zonës ku ka patur shkarje të dheut ose rënje të masiveve, të inerteve, nuk ka bllokim të banorëve, sepse janë të liruara akset e tjera të cilat e bëjnë kalueshmërinë vërtet të vështirë, por është e aksesueshme. Për çdo emergjencë, trupat janë në gatishmëri totale. Përveç bllokimit të rrugëve, në fakt ka pasur problematikë edhe me furnizimin me energji elektrike. Është arritur, le të themi, gjetur rruga me oshenjë për ndërhyrje për rikthimin e energjisë? Ashtu sikur se çdo njësi tjetër rajonale territoriale, edhe osheja ka qenë në krye të gjitha
punëve parapërgatitore që gjatë ditës së djeshme me të gjitha grupet e gatshme në terren për të ndërhyrë në çdo moment. Në zonën e Vaudesit në fakt ka patur që në mëngjes herët dhe deri në rrethorëve të drekës ka patur problematika të furnizimit me energji elektrike, por grupet në terren mas punëve të vazhdueshme në njësitë ku kishin paraqitur në stacionet që kishin paraqitur problematike, kanë arrit që të rikthejnë energjinë elektrike. Po njëjta gjë mund të thuhet edhe për disa njësi administrative në zonën e Pukës, por që energjia elektrike është rikthyer. Në pjesën e fillimit të pasdites së sotme kemi pasur problematika në Bashkinë e Malësisë Madhe, në fakt, energjia në disa prej këtyre njësive është rikthyer dhe po punohet akoma në terren për zonën e Bajzës dhe në Vukpalaj. Se takon kodës e liçeneve, keni pasur takim besoj me bordin e kullimit, si është situata në qarkun e Shkodrës, a kemi rrezikshmëri nëse rreshtet do të vijojnë të jenë intensive sipas parashikimeve që kemi daljet përkohshme nga shtrati? Tani, janë marrë gjitha masat për pastrimin e gjitha kanaleve kulluese, sidomos në pikat që më përpara në mënyrë historike kanë qenë pika kritike, le të themi në periudhën e rreshjeve masive. Përveç gjitha këtyre masave parandaluese që janë marrë, në terren janë vënë dispozicion edhe mjetet të cilat janë të gatshme të ndërhyjnë për pastrimin e kanaleve nëse do të paraqiten problematika, situata emergjente. Gjithashtu, edhe në raport me kuotat e liçenit, situata paraqitet nën kontroll, në fakt, sikurse na është raportuar edhe nga institucionet përkatëse. Po them, le të tregohemi edhe optimist që edhe sasia e rreshjeve të jetë e tillë që të mund të menaxhohet në mënyrë të vazhdueshme, ashtu sikurse është menaxhuar në mënyrë suksesshme deri më tani. Se takon kodës së hidrocentraleve, është një pikë shumë e rëndësishme në fakt dhe sa herë përmendet Shkodra, jo vetëm në qark, por edhe në mediat kombëtare, menjëherë shkon mendja tek përmbytjet e ëmbëlla. A rrezikon Shkodra të përmbytet? Referu kuotave të hidrocentraleve. Referu kuotave, jemi në një situatë të kontrolluar, të mirë kontrolluar, do të thoja. Nuk mund, jemi të rezervuar në shprehjen ndaj në këtë lloj situate, sepse siç e pat para pak orësh filloi një intensitet shumë i lartë i rreshjeve të shiut, por diçka është e sigurt që në mënyrë të vazhdueshme po punohet me kapacitet të plot. Dhe në këtë mënyrë menaxhohet kohë pas kohe dhe në kohë reale ne jemi në komunikim të vazhdueshëm për çdo eventualitet që mund të paraqitet. Komunikimi sigurisht është baza edhe themeli i cili na lejon që edhe të marrim masat parandaluese, por edhe të marrim masat për të ndërhyrë në momentin e duhur në situatat emergjente që mund të paraqiten. Paralelisht me gjithë komunikimet që ne kemi pas, është ba edhe komunikimi me banorët e zonave të cilat historikisht kanë qenë zona kritike për përmbytjet. Janë krejtësisht të përgatitur, madje janë marrë edhe masat për çdo eventualitet të mundshëm, për strehimin e banorëve të zonave që mund të konsiderohen si pika kritike në zonat e përcaktuara sipas njësive vendore bashkiake. Sigurisht, deri në këtë moment, me qenë se situata, sikurse ju thash, është e mirë kontrolluar, nuk mendojmë që të kemi eventualitete të tilla, por patjetër kjo mbetet gjithmonë në monitorim non-stop. Se takon kaskadës, nëse ndalemi tek tre hidrocentralet, kemi shtim të prurjeve, të cilat eventualisht mund të rrisin nevojën për shkarkime? Sigurisht që alerti është nëse do jetë e nevojshme edhe për shkarkime të kontrolluara gjithmonë. Kuotat kanë një rezervë të tillë që nga prurjet e deri tanishme, nga çfarë është raportuar nga institucionet përkatëse, nga njësitë përkatëse, nuk mendohet që mund të ketë eventualitete të tilla. Megjithatë, gjatë gjithë kohës patjetër që do të bëhet mirë menaxhimi në mënyrë sa më eficiente e të gjitha burimeve ose prurjeve, le të themi, ujore që mund të jenë, në raport më pas me shkarkimet nëse do të jetë e nevojshme.
Zonja Duda, keni vetëm një javë në detyrë, Leonit ju uroj zyrtarisht edhe detyrën. Është një pyetje që ndoshta mund t'i përgjigjeni me rezerva, pasi keni shumë pak në detyrë. Por ajo që pyesin gjithë, duke marrë parasysh që tashmë jemi zyrtarisht në sezonin e shirave dhe Shkodra është epiqendra për mbytjeve. Ai ka le themi emergjencat civile, ai kanë kapacitetet e duhura për menaxhimin e këtyre situatave, mjetet e nevojshme dhe mbi të gjitha fuqinë punëtore për të menaxhuar gjithë këtë territor. Në emergjenca civile, tashmë janë më të strukturuara se sa mund të kenë qenë në gjithë vitet e fundit. Gradualisht, kjo strukturë ka marrë dhe ka ngritur kapacitete edhe profesionale, përveç kapacitete infrastrukturore, ku mund të futen edhe të gjitha mjetet të cilat janë në dispozicion për të përdorur në çdo moment secili prej aktorëve kryesor, le të themi, të cilët janë pjesë e shtabit të emergjencave civile, i cili është një komision, do të thoja, ose një task force e ngritur në mënyrë të përhershme. Pra, është një komision i cili funksionon gjatë gjithë vitit. Ka ato mbledhjet periodike, tek të cilat diskutohen të gjitha masat paraprake, kështu që praktikisht nuk jemi më thjesht në një plan strategjik në letër, por në mënyrë eficiente është koordinu puna ndërmjet të gjithë institucioneve të cilat janë pjesë, le themi, me përfaqësitë e tyre në këtë shtab të emergjencave, të cilat përveç se kanë treguar një gatishmëri të plotë, në mënyrë të vazhdueshme kanë realizuar edhe trajnime për të ngritur pikërisht kapacitetet profesionale. Përveç tyre, strukturat e Ministrisë Mbrojtjes dhe Ministrisë Brendshme dhe të gjithë institucioneve të cilat kanë degët e tyre territoriale rajonale prezente në qarkun ton, janë pjesë shumë aktive e këtij shtabi të emergjencave civile dhe unë jam besim plot që po, kapacitetet janë dhe janë edhe në dispozicion nëse do të kemi nevojë për ndihmë patjetër. Tani më pak në Bashkinë e Vaudes, projekt Glinës atje pak ditë më parë u kthye në një le të themi një fuqi vrasëse, duke marrë parasysh numrin e madh të banesave dhe të njësive të shërbimit që përmbytje atje. Cilat janë masat që janë marrë? Pak dje më saktë ministri Vengu tha që ka një plan konkret për të ndërhyrë atje. Sa mund të realizohet ndoshta fillimi i këtij projekti brenda këtij viti? Atëherë, nuk mund të marrë përgjegjësinë që të flas me data fikse. Dhe arsyeja është sepse gjithmonë kur kalohen situata të tilla emergjente, plani i dytë ose më saktë hapi i dytë direkt pas kalimit të situatave emergjente, që është edhe pjesë e planit strategjik të menaxhimit të emergjencave civile, është pikërisht raportimi i të gjithë problematikave që janë hasur, i të gjithë masave parandaluese, nëse këto masa parandaluese kanë qenë eficiente apo jo në parandalimin e një eventualiteti tjetër, sikurse ishte rasti në Përrojën e Glinës. Tani patjetër që do të bëhen të gjitha raportimet përkatëse, në momentin që do të kalohet kjo situatë emergjente, në mënyrë të menjëhershme do të fillohet puna për hartëzimin e gjithë problematikave e pikave kritike, jo vetëm në rreth Përrojë të Glinës, por patjetër për të bërë një pamje, le të themi, më të plot edhe të situatës në argjinaturën e Gjadrit, edhe të çdo pikë tjetër kritike që mund të ketë paraqitur në mënyrë historike probleme. Tani, në këtë moment, është pastaj faza tjetër, ku do të aplikohet me të gjithë format e mundshme institucionale, pikërisht pra për të bërë ndërhyrjet përkatëse aty ku është më emergjente për të bërë ndërhyrjet përkatëse. Ku është e mundur, patjetër që do të realizohet ndërhyrje në mënyrë imediate, menjëherë pasi është kaluar situata emergjente e para diçka 10 ditësh afërsisht me Përrojën e Glinës, menjëherë është ndërhyrë nëpërmjet mjeteve dhe institucionit të bordit të kullimit dhe është bërë hapja e kanalit rreth
përrojt. Megjithatë, këto janë thjesht masa të cilat i konsiderojmë masa parandaluese dhe në mënyrë që të arrihet një zgjidhje përfundimtare, patjetër që do studim të situatës edhe të gjithë mundësive që mund të kemi për ta zgjidhur përfundimisht. Zonja Duda, ta lëm pak emergjencën. Nga fusha mjekësisë, ndoshta një punë shumë intensive, por më e qetë, ndoshta në mënyrën më të vrrullshme e keni nisur këtë detyrë të re. Si është për ju, si janë këtë ditë para? Po, në mënyrë të vrrullshme, është e vërtet. Më e qetë nuk mund të them, sepse një nga, po kalojmë tani në kështu bisedë pak më informale. Një nga batutat që më kanë shoqëruar këto ditë ishte unë mendova se shpëtova nga urgjencat e spitalit, por në fakt përgjegjësia është e madhe në dyja rastet, patjetër. Do të thënë pjesën e përgjegjshmërisë, sepse çdo gjë ka lidhje edhe me ndërgjegjjen profesionale të secilit individ që përballet me situatat emergjente. Kështu që përgjegjshmëria patjetër është shumë e madhe në dyja rastet. Në këtë rast, në rolin e ri që unë kam marrë përsipër dhe më kanë besuar, le të themi, unë jam falenderuese për këtë, është një përgjegjësi më e madhe sepse profili është shumë më tepër publik. Në qoftë se në profesionin tim unë marrëdhënien e drejtë për drejtë e kam me pacientin dhe momenti kur kërkohet ndërhyrja e mjekut, praktikisht përveç rasteve kur ne kemi raste të ndjekjes në mënyrë kronike, por në rastet emergjente marrëdhënia është direkt me pacientin dhe pacienti kërkon këtë shërbim atëherë kur ka nevojë. Në rastin në rolin tani që unë kam ndërmarr, praktikisht prezenca edhe veprimi edhe monitorimi edhe koordinimi duhet jetë gjatë gjithë kohës aty. Që në momentet parandaluese, në momentet e veprimit, por edhe në momentet e raportimit të gjithë problematikave, në mënyrë që patjetër të sigurohet zbatimi i gjithë ligjshmërisë të gjitha vendimeve të marrura në nivel vendor, por edhe të sigurohet pikërisht zbatimi i gjithë atyre politikave nga niveli qendror në nivelin vendor. Zonja Duda, të falenderoj që ishe sot me mua në studio dhe suksesin detyrën e re, por dhe shpresojmë që të shihemi për gjërat mira